Në 6 maj 2026, Gjykata e Durrësit ka caktuar seancën për nisjen e gjykimit ndaj disa shtetaseve kineze të akuzuara për trafikim personash të rritur, prostitucion dhe shfrytëzim prostitucioni, të arrestuara në një operacion të policisë së Durrësit në dhjetor 2024. Por me shumë mundësi, seanca do të shtyhet, pasi asnjë prej të pandehurave nuk do të jetë në sallën e gjyqit. Ato fillimisht u mbajtën në arrest, por më pas gjykata i zbuti masat e sigurimit, duke vendosur që të hetohen në gjendje të lirë. Tashmë që hetimi ka përfunduar dhe duhet të përballen me ligjin shqiptar, asnjë prej tyre nuk gjendet në adresën e deklaruar të qëndrimit. Në këto kushte, Gjykata e Durrësit ka vendosur të njoftojë të pandehurat për nisjen e procesit gjyqësor nëpërmjet shpalljes publike. Në prill 2026, gjyqtarja Emiriana Dimo ka nënshkruar shpallje publike për secilën prej tyre, duke i njoftuar mbi zhvillimin e seancës gjyqësore. Gjykata thotë se, duke qenë se shtetaset në cilësinë të pandehurës nuk janë arritur të njoftohen në adresë me anë të fletëthirrjes, njoftimi për zhvillimin e seancës gjyqësore do të kryhet me anën e kësaj shpalljeje. Në dhjetor 2024, policia e Durrësit zhvilloi operacionin Storm, ku u arrestua në flagrancë një shtetas kinez i dyshuar për shfrytëzim prostitucioni, si dhe ndaluan disa stetase të tjera për prostitucion. Nga hetimet rezultoi se ato rekrutoheshin nga një grup i strukturuar kriminal dhe dërgoheshin në Shqipëri për këtë aktivitet, ndërsa menaxhimi dhe kontrolli financiar kryhej nga përfaqësues të këtij rrjeti në vend.